Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësimdhënësja, profesoresha e gjuhës shqipe Gonxhe e Juvi dhe sot kam përgatitur një njësi mësimore për klasat e 7-ta. Unë punoj në shkollën Brac Fumigjeni dhe sot do të marrim një njësi mësimore për poezinë sociale dhe poezia të cilën do ta marrim është Lagja e Varfër, të cilën e ka shkruar ashtu siç thash Migjeni. Të lexojmë pra poezinë. Krahët e zezë të një nate pafund e varrosën lagjen pranë, dritë jetë gjallësi askund, vetëm errësinë e skand. U harua jeta e ditës ndër shtresat e natës e pagja, u derdh nga parzë e errësinës në ëndra përkundet lagja. Njerëzit ndër shtëpia flenë me gjoksa të lakur të thatë, e gratë, fëmijë po u lejnë, pa ushqim, në gji pa fat. Pra në këto strofa që lexova janë pra flitet për krahët e zezë të një nate të pafund, të cilët në këtë lagje, e cila është një lagje e varfër, një lagje të cilën nuk ka dritë, nuk ka jetë, nuk ka gjallësi. Këtu në këtë lagje ka vetëm errësirë, ka dhe vetëm skamje. Këtu ndër shtëpia flenë fëmijët, njerëzit të cilët nuk kanë ku të flejnë, gratë të cilët u lindin fëmijë dhe nuk kanë me çka t'i ushqejnë, ata nuk kanë ushqim edhe vetë për të hëngër, po leje edhe fëmijëve të tyre t'ju japin gjinj. Pra, fëmijët e tyre, sipas autorit, pra janë pa fat, ata lindin pa fat. Vazhdojmë me leximin e poezisë, pushojnë gjymtyrët e shkallmueme në punën e ditës së kalueme. Shërohen trut e helmueme në gjumin e natës së adhurueme. Veç zemrat e njerëzve të lanën me të rektun për alla rëfejnë, mbi barat e jetës së namun që shpirt dhe kuris thejnë. Për alla mbi fëmijë rrugaqa, barkjasht e me hund të ndyta, të në dorë që dorë shtrin me vjeth, me lyp, e ngihen me fjalë të ndyta. Pra të gjitha gjymtyrët e këtyre njerëzve pra janë të shkatëruara. Ata kanë punuar tërë ditën dhe ndoshta nuk i kanë paguar as pak çifligaret njerëzit pasanika ku kanë punuar ata. Pra ata i kanë trut të helmuar dhe ata nuk kanë as gjumë natën për të bërë, sepse gjithë natën ata e kalojnë të trishtuar, sepse ashtu siç tham edhe në fillim, këtu në këtë lagje nuk ka as dritë, as jetë dhe as gjallësi. Pra në këto lagje jetojnë vetëm fëmijë rrugaq, ata janë barkjasht, pra nuk janë të veshur ashtu siç duhet, ata janë me hund të ndyta, me hund të cilët nuk kishin se kush t'u pastronte, për shkak se ata nuk kishin për kujdesje, nuk kishte kush t'i edukonte, nuk kishte kush t'i mbante në shtëpi, sepse ishin fëmijë të cilët rinin nëpër rrugë, prandaj edhe thot fëmijë rrugaqe. Ata ishin fëmijë të cilët e shtrinin dorën të vidhni, ata lypnin nëpër rrugë dhe ata vazhdimisht thonin fjalë të ndyta, pra nuk kishin fare edukat, sepse nuk kishte kush t'i edukonte, ata ishin në një mjerim të thellë dhe edukata për ta ishte diçka shumë e lartë. Vazhdojmë me leximin e poezisë. Pralla mi varzë të fyeme, me faqe me buzë të thithna, pralla mi djelm të thyeme, shpres në burg me duar të lidhna, të cilët nesër para gjyqit për delikt do të përgjigjen, vetëm dreqit e hyllit të gjithë fajet tashmë mbështesin. Kështu lagj e varfër për shprit dhe errësirën hallet tregon, një gjeli unçëm me dritë të hanës i rejtun këndon. Hesht orgjel kur e ngritës i lagjes së varfër. Këtu nuk zbart për ty drita e dritës, i gjikuan jemi ngorth nuk. Pra vazhdojmë këtu me këtë lagje të varfër, të cilën njerëzit jetojnë një jetë shumë të vështirë. Këtu në këtë lagje të varfër përshpëritet në errësira hallet, vetëm mund t'jenë dëgjoj kësaj lagjeje, sepse kjo lagje vetëm errësirës ja përshpërit hallet e saj, askujt nuk ka kujt t'ja përshpërit hallet, askush nuk e dëgjon këtë lagje, këta njerëz askush nuk për këtë lagje askush nuk interesohet, sepse në të vërtetë janë në një gjendje të mjerueshme,
mirë po në një moment një gjell i cili edhe ai është i uritur, i cili me dritën e hanës ngritet dhe këndon këngën e tij. Dhe këtu autori më njëherë i thot që të heshtur gjell krye ngritës, sepse me të vërtet je duke kënduar në një lagje të varfër, këtu nuk ka dritë dhe nuk zbardh drita e dritës, ti je i gjykuar të ngordhësh, po edhe këta popull, këta njerëz të cilët jetojnë këtu, janë me të vërtet një njëmerim të thellë, të cilët nuk ka asgjë e cila mund ta ndryshojë këtë gjendje të tyre. Ashtu siç thot pra edhe Migeni në këtë vargje. Vazhdojmë pra të shohim se poeti çka na thot në këtë vjersh, aty në këtë poeti në këtë vjersh pra ka të bërtuar thellë në njerimin e skamjes së popullit shqiptar në kohën e regjimit feudalo-borgjes. Kjo vjersh në vetë thuajse është një histori e kësaj gjendje të vështirë ekonomike, të cilën poeti e personifikon me errësirën e natës me krahët e zi, ku grave po ulejnë fëmijë pa ushqim në gjilë, pse s'kan të hanë për vete, prandaj as tambël nuk kanë, e fëmijët e tyre nuk kanë as fat e të tjera. Vjershet me përmbajtje të ngjashme trajtojnë pra jetën e vështirë ekonomike të shkaktuar edhe nga padrejtësitë shoqërore të kohës, ashtu siç thash në këtë poezi. Pra është tregohet me të vërtet gjendje e rëndë ekonomike, një gjendje shumë e vështirë ekonomike, ku këtu janë errësira e natës, e cila është në krahët e zi, gratë të cilët u lindin fëmijë, të cilët ishin pa ushqim në gjë, sepse ata me të vërtet nuk kishin as qumësht për të pirë, dhe fëmijët nuk kishin asgjë tjetër përveç qumshtit të cilën mund ta pinin ata edhe atë nuk kishin ta pinë, po edhe fat nuk kishin, ashtu siç thot edhe Migeni. Ata lindnin pa fat. Poezia sociale, pra kjo poezia lagja e varfë, është pra poezi i takon poezisë sociale ose poezisë shoqërore. Çfarë është pra poezia sociale? Poezia sociale është krijim letrar i gjinisë lirike në të cilën poeti shpreh qëndrimin dhe bot kuptimet e veta të shoqërisë, dukurive të ndryshme të jetës shoqërore dhe marrëdhënieve të njerëzve. Poeti social zakonisht frymëzohet nga gjendja shoqërore e një klase të shtypur e të shfrytëzuar, nga mjerimi i madh ose padrejtësitë e ndryshme për të cilave vuajnë të shtypurit. Pra ashtu siç tham, poezia lagja e varfër, me të vërtet këtu poeti frymëzohet për kësaj gjendje së rëndë një klase të shtypur dhe të shfrytëzuar. Këtu ka në këtë poezi një mjerim të madh, këtu tregohen edhe padrejtësitë e ndryshme të cilët vuajnë të shtypurit dhe prandaj edhe i quajnë këtë poezi sociale. Lirika sociale a shoqërore si zhanër nënkupton atë poezi që frymëzohet nga gjendja dhe realiteti shoqëror i kohës kur jeton dhe krijon shkrimtari. Shembull më karakteristik kësaj lirike pra në letërsinë tonë kombëtare. Migeni është poet dhe shkrimtar shumë i njohur. Miloš Gjergj Nikola. Ky është emri i tij i vërtet. Se Migeni është pra pseudonim ose emri i tij pendës. Ashtu siç edhe e dim që emri i tij Migeni është formuar nga dy shkronjat e para Mi-Gje-Ni. Pra ky është edhe emri i tij pendës. Prandaj edhe ai do ta përdor këtë emër në të gjithë poezitë e tij dhe në tekstet e tij. Pra ai ishte poet dhe prozator shqiptar i shquar i viteve 1930. Migeni konsiderohet si një ndër shkrimtarët më të lexuar dhe më të rëndësishëm të letërsisë shqipe të shekullit e 20. Për epokën ishte një zër krejtësisht novator nga brendia dhe forma dhe ndikimi mbi letërsinë shqipe të kohës, pra ai ishte shumë i madh. Jeta dhe veprimtaria. Migeni u lind më 13 tetor të vitit 1911 në qytetin e Shkodrës, ashtu siç e pam pra tek poezia lagja e varfër, por edhe tek gjithë poezitë e tjera, ai shkruan të folmen e Shkodrës, prandaj pra e kuptojmë që ai që nga një qytetar i Shkodrës, prandaj edhe shkruan të folmen e Shkodrës.
Ai dhe vdiq në moshë të re e para kohe i mundur nga sëmundja tuberkulozit, pra ai vdes nga sëmundja tuberkulozit, i cili ende nuk ishte kaluar të 27-at, kur më 26 gusht të vitit 1938 do të ndërronte jetë në spitalin Torre Pellice, afër Torinos në Itali. Shkollën fillore ai mbaroi në qytetin e tij të lindjes në Shkodër, pra aty edhe ku lindi, aty e mbaroi dhe shkollën fillore, për të vazhduar pra seminarin në Tivar, kurse nga viti 1928 deri më vitin 1932 përfundoi mësimet teologjike pra në manastir këtu pra të Maqedonisë. Gjatë gjithë kohës sa punoi si mësues, ai dimër e verë nga Shkodra deri në Vrak në përbordh dhe shi, do të udhëtonte me biçikletë, nga ç'gjë do të përkeqësohej aq shumë gjendja shëndetësore, saqë për kurimin e tij do të detyrohej të shkonte në Itali për të mos gjetur shërim as atje. Ndaj, nga sëmundja e tuberkulozit, e cila ishte ndër sëmundjet më të rënda në atë kohë, nga e cila pak kush mundi të shpëtonte, Migjeni më 26 gusht të vitit 1938, kur ishte vetëm në moshën 27 vjeçare, do të ndahej nga kjo jetë duke mbyllur syt përgjithmonë në vend të huaj. Konsiderohet që Migjeni kaloi nga një romantizëm revolucionar, sepse atëherë deri atëherë të gjithë shkrimtarët shkruanin një romantizëm revolucionar. Ai do të kalojë në një realizëm kritik gjatë jetës së tij, sepse të gjithë veprat e tij ishin realiste, ku përshkruhej realiteti i tij, realiteti i kohës në të gjithë veprat e tij. Ai trajtoi varfërinë e viteve kur jetoi, me krijimet e tij si bukën tonë të përditshme falna sot, bukuria që vret, mollë ndaluara, legjenda e Misrit, Adon që myrë zotnit e të tjerë. Fshikulloi pra ashpër indiferentizmin e klasave të kamura ndaj vuajtjeve të popullit. Një shtys të posaçme mori për hapje e krijimtarisë së tij pas luftës së dytë botërore, kur regjimi komunist mori përsipër botimin e plotë të veprave, të cilat në vitet 1930 kishin qenë pjesërisht të pabotuara. Ndikimi i Migjenit mbi rrethet e rinisë antiçipligare që i ndjeshëm në vitet kur shkroi, ashtu pra edhe siç e lexuam, pra ai disa poezi dhe disa tekste të cilat i kishte shkruar nuk do të ishin të botuar, nuk do të kishte arritur që t'i botonte, dhe prandaj regjimi komunist në atë kohë do ta merrte përsipër botimin e plotë të veprave të tij, dhe të cilat në vitet 1930 deri atëherë kishin qenë pra të pabotuara. Pra unë këtu kam zgjedhur disa poezi të Migjenit, tek e para pra e kam zgjedhur disa rreshta, një strof pra nga poezia Poema e Mjerimit, ka fshat që s'ka përdihet, ashtë orvlla mjerimi, ka fshat që të mbet në fyt dhe të zë trishtimin. Pra janë disa vargje shumë të fuqishme, ku tregon për mjerimin, i cili mjerim s'ka fat, i cili mjerim ka vetëm dhimbje, sepse mjerimi është një njollë e pashlyer. Dhe ai me të vërtetë edhe në këtë poezi pra flet aq qartë dhe aq bukur për mjerimin dhe për varfërinë e madhe të popullit. Vazhdojmë këtu tek poezia tjetër, tek vargjet e një poezis tjetër që kam zgjedhur, që më pëlqejnë mua shumë, pra janë këto vargje pra, po unë kur kam për t'u qesh, apo ndoshta duhet më parë të vdes. Në këtë poezi pra këto vargjet janë të marrura prej, të themi një herë të tregojmë se janë të marrura prej poezisë Recitali Malsorit, ku ai këtu thot se kur do të vijë koha që unë që të qesh, pra kur do të vijë ajo koha, i thot edhe vetes së vet, po edhe popullit, kur do të qesh ky popull, kur do të gëzoj të drejtat e tij. Apo ndoshta thot duhet më parë të vdes. Pra këto janë të gjithë për Migjenin për sot, besoj që jeni të kënaqur. Do të vazhdojmë më tutje edhe me orët e tjera. Pra miru pafshim.
Faleminderit shumë për vëmendjen. Ditën e mirë.